Listet thuhet që ata reflektojnë Mhm. për kërkesat protestuese, madje në një nga themi strukturat që po bën zoti Rama tash të paraqitjes së re administrative quhet Flamingo Po, në mos gaboj, por nga ana tjetër është po kjo Flamingo Mirror. maxhorancë Mhm. Flamingo Mirror, po është pikërisht kjo maxhorancë që tashmë ka filluar ti përqeshi dhe vetë zoti Rama ti përqeshi, ti stigmatizoj me jo me metafora, po gati me simbolika nga më të shëmtuarat pjesën e Mhm. tyre. Në fakt nuk janë dhe pa gabime tani protestuesit. Kanë aq gabime sa në kohët në vazhdim do sqarohen shumë gjëra. Dhe në këtë sens është kjo pjesa që u them mungesa e identitetit të parlamentit tonë, i cili është vendosur përballë kritikës së madhe publike, sepse ata njerëzit të cilët artikulojnë edhe në mënyrë fëminore, në mënyrë naive, ose në mënyrë të themi të vrasht, ose edhe të pakdhëndur në shumë momente, por shqetësimet e tyre janë shqetësimet e shqiptarëve. Dhe këto shqetësime as Partia Socialiste, as Partia Demokratike, jo vetëm nuk kanë forcën, jo vetëm nuk kanë vullnetin, por nuk kanë zotësinë që t'i adresojnë. Për arsyeën e vetme që administrata jonë, qysh nga koha përpara me zotin Berisha, me zotin Meksi, duke vazhduar pastaj me zotin Nano, me zotin Meta, me zotin Michael, me zotin Berisha prap me zotin Rama, kanë treguar që kanë ngritur administrata jashtëzakonisht të dobta për këtë vend. Dhe lista do ishte shumë e gjatë për të folur për ta, por në të gjitha dikasteret ti shqetësohesh me njerëzit që drejtojnë institucionet tona. Prandaj po them që në pyetjen tuaj, këta njerëz në parlamentin shqiptar tashmë nuk kanë identitet sepse këta nuk dinë çfarë të adresojnë. Po ta keni parë, Partia Demokratike nxin gjithçka që ka bërë Shqipëria, ndërkohë që Partia Socialiste kalon Shqipërinë gati në apoteozë. Ndërkohë që ne shqiptarët e shikojmë që çmimet rriten, pushimet janë bërë luks jashtëzakonisht i madh për një familje shqiptare, me që jemi në fazën e kësaj. Po, qartë. Mbjetesa për shumë familje shqiptare është jashtëzakonisht e vështirë. Çmimet janë, dhe këto evidencat e fundit që po dalin janë jashtëzakonisht shqetësuese. Mhm. Dhe në këtë sens po them, nuk di se çfarë do artikulojnë në parlament, sepse ne nuk kemi dhe ndonjë popull filozof që aty të rrihen ide dhe të dy palët të elaborojnë këto ide për të mirën e shqiptarisë, për të mirën e zhvillimit të vendit e tjera. Dhe këto unë besoj që ju do më merrni prap, besoj që për 3 muaj ju do i shikoni prap kur të fillojnë diskutimet për buxhetin, sepse njerëzit nuk kanë më kohë që të merren me diskutimet e protestës ose me panelet e zotit Rama ose me daljet e përditshme të zotit Berisha. Vëmendja vetme do jetë në nëntor kur të filloj prap të shqyrtohet buxheti. Si do jetë buxheti i vendit, si do strukturohet ai, Mhm. sa do i vinë ndihmë familjeve shqiptare, etj, etj. Çfarë do Historisht kam bëhet përshtypjen që do të me kemi të ardhmen e përplasje atje. si në vitet e kaluara mbi se çfarë do të ketë Po, prioritet sa i takon buxhetit të shtetit apo jo, sepse kemi parë nga viti në vit prioritetet pa janë, diskutim por që po ta po. shikoni me kujdes, janë të paqartë për sa i përket strukturimit të tij. Mhm. Dhe ka shumë pak zëra, po ta shikoni me kujdes, ke Partia Demokratike, përveç zonjës Tabaku, është zoti Teliti, po që zoti Berisha nuk preferoi ta bënte deputet, i cili e bën këtë luftë, e bën në Këshillin Bashkiak, po dhe pak njerëz të cilët mbrojnë ide reale për buxhetin. Po ta keni parë me kujdes, një shqiptar, të paktën i shtresës mesme ose një shqiptar intelektual, shumë keq interneti.